Për 4 muajsh, ky projekt, por dhe projekte tjera që kanë lidhje me qerdhet, kopshtet, shkollat, varrezat, problemin më të madh social që ka sot Tirana, janë bllokuar sepse konflikti politik për fat keq ka prekur interesat e qytetarëve të Tiranës, interesat e Tiranës. Edhe një herë, gjej rastin këtu të bëj thirrje kryeministrit, të dërguarve të tij, institucionet që me projekt buxhetin e Bashkisë Tiranës luajnë ping-pong, e miratojnë, nuk e miratojnë dhe kjo histori vazhdon kështu për 4 muajsh, që ta lënë Tiranën jashtë konfliktit politik, t'i japin mundësi qytetarëve të Tiranës të jetojnë një jetë më të mirë. Ne kemi parat, kemi mundësit, kemi projektet, të cilat nuk i kemi gjetur në kohën kur zoti Rama e ka lënë Bashkinë e Tiranës, i kemi të gjitha mundësit që ta rikuperojmë këtë blok dhe shumë bloqe tjera, të ndërtojmë shumë shkolla dhe qerdhe dhe kopshte, por zoti Rama vetëm të jap mundësinë që projekt buxheti të miratohet. Kjo besoj është një thirrje qytetare që vjen nga zemra e qytetit Tiranës. Faleminderit.